Përshëndetje teleshikues të radio televizion. Dëgjohet shumë, këtu është -9 gradë në fakt dhe ndjenjat janë të papërshkrueshme. Është shumë ftohtë, unë nuk e di nëse ka gazetare tjetër që është në terren në këtë kohë si unë. Ku bëm pak në studio, kështu që prandaj të më ndjeni. Jemi live, jemi mbrapa nesh, mund të shikoni përgatitjet e fundit që po bëhen për garën nesër, ku do të garojnë skiatorët më të mirë të të gjithë globit. Ndodhemi në Lapland. Laplandi është vendi më i famshëm në të gjithë botën, është vendi ku vjen babagjyshi i Krishtlindjeve, Santa Claus. Ai jeton në Rovaniemi dhe ne kishim fatin dhe mundësinë të shkonim dje dhe të gjeronim disa pamje vetëm për kënaqësinë tonë, po ashtu dhe të gjithë teleshikuesve që do të na ndjekin ne në këtë rrugtim. Ndodhem këtu, e thash pak më përpara, është shumë ftohtë, unë jam mbledhur kështu dhe në fakt këtu po bëhen përgatitjet e fundit. Pak më përpara kësaj lidhje kishim të gjithë ekipin e Kupës së Botës, të cilët po bënin testet e fundit të audios, të videos, nuk e di nëse mund shikoni prap mbrapa nesh, të gjitha në një kohë rekord dhe të gjitha në një cilësi maksimale. Radio Televizioni Shqiptar ndodhet tashmë për herë të dytë krahas televizioneve më të mëdha të gjithë globit. Jemi krah Euronews, jemi afër Rai Sport, jemi afër Sky Sport dhe nuk ka kënaqësi më të madhe për të sjellë këtë ekskluzivitet dhe këtë lajm përpara të gjithë shikuesve të Radio Televizionit Shqiptar. Unë në fakt nuk dua të kemi arritur ta shkëpusim për pak nga puna presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, zotin Elvis Toçi, që kam kënaqësinë ta ftoj këtu për një intervistë shumë të shkurtër. Elvis, përshëndetje. Përshëndetje. Si ndihesh, na trego pak. Unë kam ftohtë, është hera ime e parë këtu. Ti nuk e ke për herë të parë këtë lokacion dhe këtë vendodhje. Na trego pak si është të punosh në këtë të ftohtë. E para njerë është kënaqësia më e madhe që të flasësh shqip në Arktikun e Veriut. Është një emocion shumë i madh që gjithmonë kemi qenë vetëm. Sot jemi me 10 milion shqiptar kudo në botë fal televizionit shqiptar. Është një emocion shumë i bukur që të flitet shqip dhe pse jo të skijohet shqip. Nesër Lara Kulturi dhe gjithë ekipi i saj do të garojnë për herë të dytë në Kupën e Botës dhe është ndoshta gara e cila është e para për Larën, nuk është ajo e preferuara, le të themi, sepse vjet u listua e 10-ta në shkallë botërore në këtë gratë. A mendon që e mban pak për zemër atë listim edhe mbase do ta thyej pak atë fatin e keq, le të themi? Nuk quhet fati i keq, ajo është një vajzë e vogël, bile nesër ka datëlindjen, të jesh e 10-ta e botës në moshën 18 vjeç është shumë pak sportiste kanë arritur, po një kuriozitet shumë i madh. Lara gjithmonë, ne kemi 4 vjet që garojmë këtu dhe Lara nesër ka datëlindjen, pra nesër Lara përveç se ka deputimin në Kupën e Botës, ka dhe deputimin e saj njët, bën 19 vjeç dhe është arritje tjetër personale e Larës. E ku ka më bukur se sa të festosh 19 vjetorin tënd në këtë pistë gjigante, do thoja, mua më duket shumë e lartë dhe shumë e madhe, por le të tregojmë pak një fakt kuriozitet për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit Shqiptar. Këtu në Levi, kush fiton deli pari në të gjithë renditjen, i dhurohet një dre. Dhe ata mund ta vendosin emrin e preferuar drerit të tyre, apo jo? Atëherë këtu, përveç se sport, e kam thënë vazhdimisht, skia është një sport shumë elitar dhe vendet që organizojnë gjejnë metoda marketingu të vendit tyre dhe Levi, Finlanda, ka simbol të vendit, ka drerin. Dreri është një kafshë kaq e bukur dhe ne patëm fatin këtu nga aeroporti, mira drer na dini nga pylli dhe ato xhirime do të transmetohen nesër live, do ja dërgojmë trupës që do të transmetoj live, emocione të jashtëzakonshme kur dreri të përshëndeste rrugës dhe bashkëudhtonte me ne. Dhe të kalojmë tani ke ajo që ju thoni. Po, ai që fiton garën, një trofe përveç Kupës Botës është një drer. Mikaela Shifrin, që është kampioni absolute e botës, që ka gati 100 podiume në Kupën e Botës, ka fituar 7 herë dhe ferma këtu afër, pikërisht shumë afër nga ku jemi, ka 7 drerët e saj. Pra çdo atlet në botë
që fiton këtë kupë ka drerin e tij këtu. Shpresojmë që Lara jon të ketë një drer që natyrisht ne do ta quajmë do t'i vendosim bashkë një emër shqiptar. Atë po mendoja, do i lutem Larës t'i vëm një emër shqiptar sepse do të jetë historia më e bukur që në morinë e drerëve, këtu ka më shumë drerë se njerëz, të ketë një drer me emër shqiptar. Këtu në fakt Elvisi ti jetë shumë mirë, këtu ka më shumë drerë se sa njerëz, ne në fakt e përmendë gjatë rrugës gjithë ekipi u ndërpre nga një po disa tufa drerësh dhe nuk mendoj që ka trafik më të mirë se sa kjo në mes të rrethit arktikut, por një dre në një fermë me një emër shqiptar, mbase do të jetë mund ta vendosim Shqipërinë pak më shumë në hartë. Ose i rikthehemi pak kësaj, ka gjetur këtë mënyrë për të promovuar këtë lloj sporti, pra për ta çuar sportin e skive në një nivel më lart, në një nivel shumë më elitar se sa ai është, përmes marketimit, përmes të gjithë personave që vinë këtu për të që janë tifozë dhe vinë udhëtojnë nga e gjithë bota. Ne jemi këtu, është hera e dytë, ishim në Solden dhe tashmë jemi në Levi. Shqipëria duke u vendosur një pikë kyçe në të gjithë këto vendet e përmendura. Çfarë do të thotë kjo për Shqipërinë, kaq të vogël që kemi? Shqipëria jonë është e vogël, po bëhet e madhe çdo ditë fal turizmit. Pra turizmi dhe marketingu i turizmit është një gjë e jashtëzakonshme. Ne si Federatë e Sportit ja dje patëm një fitore të shkëlqyer të kombëtares futbollit dhe është për të përgëzuar ata 11 djem, trajner Federatë e Futbollit, të cilët arritën t'i dhurojnë Shqipërisë një emocion të jashtëzakonshëm. Shumë zemra rahën për fitoren e djeshme, pra marketing më të bukur, nuk arrin do ta bëj politika, nuk arrin do ta bëjnë shumë njerëz, as arritjet individuale të njerëzve të pa kombin nuk kanë vlerë. Dhe Shqipëria jonë e vogël po bëhet e famshme fal turizmit, fal sportit, dhe ne jemi këtu që të vëmë një tull të vogël në këtë arritje të madhe. Le të urojmë që emri i Shqipërisë, emri i Lara Kolturi, që ajo po e ngre kaq shumë, jo vetëm nivelin e të gjitha atyre vajzave të vogla që po e shohin dhe po ndërrojnë që të jenë si ajo, po e kanë vendosur Shqipërinë në këtë konglomerat të gjithë këtyre shteteve dhe urojmë që të eci akoma edhe më shumë. Përmendë turizmin, në Shqipëri kemi male, kemi pika, mbase jo kaq të larta sa ajo e Soldenit apo kjo këtu kaq në veri. Këtu është më e vogël. Këtu që për teleshikuesit e televizionit shqiptar, këtu nuk ka male, po këtu ka shumë ftohtë. Domethënë maja që ne kemi përballë nuk është më shumë se imagjinoni korabi ynë do të qeshte tani në këtë momente, por këtu është shumë ftohtë. Mendoni jemi duke ngrirë tani që po flasim, natyrisht unë jam mësuar dhe ne kemi dhe veshjet apo stafat për televizionin shqiptar, ndoshta mund t'jesh siç e the dhe vetë gazetarja që ke punuar në kushtet më të vështira, se nesër do jemi gati 2 orë live në këto kushte. Është pak vështirë, më duhet ta theksoj, edhe ju që na shikoni drejt përse drejti nga shtëpia, jeni ngrohtë, por këtu është -9 gradë, Elvisi e tha nesër do të jetë akoma edhe më shumë. Nesër jemi -14 gradë. -14, por ne do të jemi këtu në kryet e detyrës për të raportuar live. Ne qëndrojmë në vend edhe ndjejmë pak më shumë të ftohtin. Çfarë ndodh me skiatorët që nisen nga kjo maj që the ti, edhe duhet të përballen me erën, duhet të përballen sigurisht me pistën, por edhe me temperaturat e ulta. Ato janë profesioniste, Lara, prindit e Larës, edhe ne që shoqërojmë jemi profesionistë me të ftohtin. I ftohti dhe emocionet, gjaku kur të rrjedh për të fituar, të vlon për të fituar, ti nuk e ndjen këtë të ftohtë. Ja do shohësh nesër që emocionet e garës, ne do të harrojmë këtë vështirësi të vogël që po na ndodh tani, sepse sa erdhëm nga aeroporti, mendo ekipi, vazhdoi ekipi televiziv, pastaj kemi u bashkuar me ekipin e Larës, konferenca për shtyp, emocione shumë të bukura. Ne dhe fal jush uroj që Shqipëria ta përqafoj çdo shqiptar kudo që ndodhet, të përqafoj këtë sport kaq të bukur, sepse ne kemi male dhe ne ëndërrojmë që shumë shpejt
shumë shpejt dhe unë e dëshiroj me shpirt, sepse i kam dedikuar jetën këtij sporti, që Shqipëria të ketë një pistë kish dhe duke pasur një pistë kish, duke garuar, duke krijuar talente të reja, Lara Kulturi të jetë një pioner, të jetë një tool që ne të krijojmë më shumë skiator, natyrisht është sport shumë i shtrenjtë, do shumë dedikim, pra mos mendojmë nesër që ne mund të krijojmë me njëherë kampion si Lara Kulturi, por Shqipëria duhet ta marrë këtë sport, ta përqafoj dhe pse jo ne të jemi në top të elitave botërore. Dhe ne në fakt e pam edhe Siç jemi me Larën, se ne jemi xha. po duhet është një gjë, është një fakt tepër i rëndësishëm edhe duhet përmendur, ne jemi në top 10-shën e skiatorëve më të mira të gjithë globit. Kështu që jo vetëm kjo, po jo vetëm emri i Larës, po emri i Shqipërisë do të kumbohet pikërisht këtu, që ju po na shikoni ne sot, një herë, dy herë, tre herë nga komentatorët e ndeshjes, kështu që nuk është diçka pak e vogël. Edhe një gjë të fundit, në fakt ne sapo erdhëm nga një konferencë me skiatore të Finlandës, por gjithashtu edhe ndërkombëtare, ku Lara ishte pjesë edhe gjithashtu edhe Ljutic, po ashtu edhe disa skiatorë të rinj finlandez. Janë shumë të rinj, Elvis, janë shumë të rinj dhe kanë potencial kaq të madh, një dëshirë dhe një pasion shumë të madh. Dhe çfarë më bëri përshtypje te Lara, Ljutic, po edhe tek knaqur. Pra sigurisht puna është diçka, por edhe kjo adrenalina dhe dëshira e kënaqësisë. A thua është vetëm e moshës apo do i ndryshoj pak më tutje? Një pyetje shumë e bukur. Edhe ne këtu, nëse e bëjmë pa qef, nuk do dali kaq bukur kjo intervistë. Çdo njeri kudo që punon, duhet të punoj me dëshirë, me pasion dhe duhet të gëzoj me atë që bën. Nëse puna aq më tepër sporti duhet jetë vetëm pasion. Një njeri që shkon për të fituar, shkon me mendje që do bëj para në sport, domethënë e para që një njeri duhet bëj, në fillim duhet shijoj punën dhe puna sjell paranë, sjell suksesin, sepse ke kapur një element shumë të bukur që sporti bën atë, transmeton atë emocion që jeta jonë sot materiale e ka, se po bëjmë pak filozofi, e ka na nxjerr gjithmonë në pa materien, kurse sporti nuk e ka materien, pavarësisht se ti shkon, vin sponsorat, shkon tek suksesi. Mendoj që Lara Kulturi është aq e vogël sa nuk ka një vajzë 18 vjeç, nesër na bën 19 vjeç, nuk mendon Ljutic 20 vjeç. Këto janë vajza që kanë pasione dhe uroj, unë jam babai i tyre me moshë 5 jetë, sepse po na ikën pasionet, njeriu s'ka ç'thot më. Elvis, të falenderoj, ky ishte mendoj mesazhi më i bukur që mund ta përmbyllim këtë bisedë, sepse duart po na ngrihen edhe këmbët po na ngrihen, mbase duhet ti drejtohemi dhe teleshikuesve shqiptar. Le të rikujtojmë edhe një herë për të gjithë ata që do të ndjekin garën nesër, do të jemi në RTS1 dhe në RTS Sport në orën 10 dhe në orën 1. Albana Beko, kolegja jon, do të jetë duke raportuar nga studio live me të ftuar të ndryshëm, kështu që ju lutem mos ikni nga ekrani radio televizionit shqiptar. Elvis, unë të falenderoj, ne do të shkojmë tashmë sepse ka një tjetër etapë të rëndësishme, e cila është hedhja e shorteut, e cila do të parashikoj se e sata do të jetë Lara në garën e parë nesër. Garën e parë nesër. Po një gjë shumë interesante për teleshikuesit, ai që do të hedhë shorti ose që të fëmijët e ndërrojnë, sot të jetë me ne pas pak orësh, nëse do kemi mundësi që televizioni shqiptar ta transmetoj live pikërisht këtë ceremoni. Është ceremoni unike. Le të shpresojmë që mbase edhe ne mund ta takojmë. Elvis, unë të falenderoj, po të lë të vazhdosh pasi e di që ke shumë punë. Faleminderit. Faleminderit. Miq të Radio Televizionit Shqiptar, kishim presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, zotin Elvis Toçi, për të na dhënë ato mbresa, ato mendime të tij edhe mbase edhe ato pak emocione një ditë përpara garës të Kupës së Botës në ski. Unë ju falenderoj që ndetet me ne dhe na ndoqët, kështu që mos harroni, shihemi nesër në orën 10 dhe në orën 1 në Shqipëria mbi ski me Albana Bejkon.
Personazhi që do të hedhi shortin është Santa Clausi. Kështu që ne ndodhemi në Lapland, të falenderoj dhe unë, po dhe thjesht doja ta specifikoja, ndodhemi në Lapland, e cila është rajoni nga i cili Santa Clausi banon dhe jeton.